Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë. Meqense sot në marrëveshjen që po diskutohet dhe në shtesën që po diskutohet në këtë marrëveshje, një pjesë të rëndësishme lidhet edhe me përjashtimet për produktet bujqësore, unë doja të thosha dy fjalë për fshatin. Edhe për atë që po ndodh sot me eksportet, po edhe me ekonominë që bazohet pikërisht tek bujqësia. Një fshat i varfër në fakt është një Shqipëri e varfër, një fshat i smur është një Shqipëri e smur. Prej disa ditësh kemi vënë re kryeministrin e qeverinë që shëtit fshat më fshat duke folur për fermerët, për bujqit, duke treguar histori suksesi e duke përdorur njëkohësisht edhe shembuj individual për të krijuar një tablo optimiste. Por realiteti nuk bazohet as me propagandën e qeverisë, nuk bazohet as ke këto histori të zgjedhura. Realiteti matet me ato që ndodh çdo ditë, me ato që ndodh në tokë, me ato që ndodh tek produktet dhe me ato që ndodh njëkohësisht dhe me importet e eksportet. Dhe sot më shumë se kurrë ky realitet është i hidhur, sepse bujqësia shqiptare fatkeqësisht për 7 vite me radhë ka qenë në rënje. Për 7 vite me radhë ka rënë nga 20% e produktit brendshëm bruto në 16%. Po le të flasim me shifra. Në vitin 2026 buxheti total për bujqësinë ka qenë rreth 150 milion euro. Nga këto vetëm 5 milion euro kanë qenë subvencione për fermerin. Janë 359.000 ferma të vogla. Nëse i ndajmë këto para sot, bujqit shqiptar marrin 130 euro për secilin prej tyre. Ndërkohë, cilat janë shifrat në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe të vendet e rajonit, le të themi. Në Kosovë një fermer sot merr 400 euro në vit, në Maqedoninë e Veriut merr 600 euro në vit, në Malinezi merr 800 euro, në Bosnjë mbi 1100 euro, në Serbi merr 2100 euro në vit. Serbia e mbështet fermerin e saj 15 herë më shumë se që mbështet Shqipëria. Ndërkohë që këto shifra konfirmohen edhe nga buxheti. Po të shohësh sot bujqësinë që zën 0,4% produktit brendshëm bruto është shifra më e ulët historike. Në 35 vite histori ekonomie tregu në Shqipëri. Është më e ulta edhe në Ballkanin Perëndimor. Kjo nuk është një hendek. Kjo nuk është një diferencë, ky është një hendek. Ndërkohë që në Bashkimin Evropian fermerët marrin pothuajse 6.000 euro në vit, në vende si Gjermania e Franca, kjo shifër shkon në 20.000 euro në vit. Fermeri shqiptar merr 45 herë më pak se një fermer evropian. Dhe pastaj pyesim se pse nuk konkurrojmë, pse prodhimi vendas bie, pse raftet mbushen me import, pse ndërkohë që çdo vend tjetër investon tek fermeri, ne kemi lënë fermerin vetëm. Po mungesa e subvencioneve është vetëm një pjesë e problemit. Pjesa tjetër është korrupsioni. Prej vitesh Shqipëria është përfshirë në një skandal të rënd për fondet e Bashkimit Evropian. Atij Bashkimit Evropian që i tundin flamurin se ajo që na duhet për politikën e ditës. 116 milion euro të i pardit janë ngrirë, jo sepse mungonin projektet, po sepse fondet nuk shkuan tek fermeri. Ato shkuan tek një pakicë, ajo pakicë që merr tenderat, ajo pakicë që merr koncesionet. Kur hetuesit evropianë erdhën këtu në Shqipëri, ti verifikonin investimet, nuk gjetën as sera, nuk gjetën as ferma, nuk gjetën as investime reale, gjetën fushat lëna djerë njësoj si Durana, projekte që ekzistonin vetëm në letra, rendera dhe dokumenta që nuk përputhen me realitetin. Ky nuk është abuzim, kjo është vjedhje. Ky është një model, po a ka turp më të madh se sa të vjedhësh dhe fondet për fermerin? A ka turp më të madh, model më të shumtuar se ky që ka ofruar qeveria shqiptare? A ka turp më të madh se sa edhe fondet e Bashkimit Evropian? Dhe unë po ju citoj se çfarë thot Bashkimi Evropian në raportin e i partit që i ka shkuar institucioneve ligjzbatuese këtu në Shqipëri. Është vjedhja më e madhe e fondeve të BE-s jashtë BE-s, është Shqipëria. Ky është rekordi që vendos qeveria shqiptare. Dhe pastaj ka fajin opozita se flet dhe thot këto të vërteta. Nuk ka këtu në mënyrë absolute asnjë iluzion që kështu do bëjnë për herë. Këtë model do të vazhdojnë, do të ndjekin për herë. Atë model ku fondet publike, qoftë nga buxheti i shtetit, qoftë nga Bashkimi Evropian, do të shkojnë ke e njëjta listë përfituesish. E njëjta listë që fiton tendera, që kontrollon tregun. Nga 359.000 ferma të vogla në Shqipëri, vetëm 67.000 përfitojnë mbështetje. Shumica e fermerëve janë totalisht jashtë sistemit. Dhe kur përjashtohet shumica, nuk mund të flasësh për zhvillim, mund të flasësh vetëm për pabarazi. Goditja më e madhe që është dhënë bujqësisë sigurisht vjen nga mungesa subvencioneve, sigurisht që vjen edhe nga
Mungesa e fondeve të Bashkimit Evropian, po nga ana tjetër vjen dhe nga korrupsioni dhe nga deformimi i gjithë ekonomisë, vjen nga paraja pisët. Sot një pjesë e konsiderueshme e kapitalit në Shqipëri nuk shkon në prodhim, nuk shkon në bujqësi, nuk shkon në industri. Ajo kanalizohet në atë ekonomi që sot quhet ekonomia e llaçit dhe tullave, në beton, në kulla, në pasuritë paluajtshme. 60% e investimeve të huaja direkte sot janë vetëm në pasuritë paluajtshme. Janë apartamente që blihen e shiten vetëm nga ato që mund ta kenë luksin të blejnë të shesin apartamente me 4.000 euro metri katror. Jo nga familjet e thjeshta, jo nga të rinjt, që i duhet pothuajse 60 vite që të blejnë një apartament. Kjo nuk është rasti, kjo është një zgjedhje. Në vitet e fundit ndërtimi dhe pasuritë e paluajtshme janë kontribuesit kryesorë në ekonomi. Ato e kanë sjell rritjen ekonomike, atë në letra në fakt, atë që qytetarët shqiptarë nuk e përjetojnë kur në xhepat e tyre. Dhe kjo nuk është sepse sektorët e tjerë po lulëzojnë në mënyrë të shëndetshme, po bujqësia po lihet pas. Kapitali po largohet nga prodhimi real dhe shkon tek fitimi i shpejt, sepse është më e lehtë sot të ndërtosh një pallat sesa të mbash një fermë të vogël hapur. Është më fitimprur se të investosh në beton sesa në tokë. Dhe kur kjo ndodh, pasojat janë qarta. Rriten çmimet e banesave, rritet kosto jetesës, rritet pabarazia, bie prodhimi vendas. Ky është krimi që po i bëhet sot Shqipërisë, jo opozita që thot vërtetat. Prandaj sot kur një qytetar shkon në treg e paguan më shumë për një kilogram domate, nuk është inflacion. Është pasojë direkte e modelit ekonomik, është pasojë direkte e qeverisjes socialiste. Është një model që nuk mbështet prodhimin, që nuk mbështet fermerin, një model që favorizon një pakicë e lë pas një shumicë. Ky nuk është problem teknik, është problem politik. Kemi ndërtuar një sistem ku korrupsioni nuk është devijim, korrupsioni fatkeqësisht është rregull. Një sistem që miratohet nga kjo shumicë, që mbrohet nga kjo shumicë, që e ka sigurisht mbështetjen kryesore nga kjo shumicë. E më pas shitet edhe si sukses, ndërkohë që fermeri shqiptar mbetet më i nënfinancuar dhe më i pambrojtur në rajon, më pak mbështetje, më pak akses në fonde, më shumë mundësi për të korruptuar dhe në një treg që çdo ditë është më i padrejtë. Se si mundet konkurojë një fermer shqiptar me 139 euro në vit që i jep qeveria shqiptare krahasuar me një fermer qoftë edhe të rajonit me 2.100 euro, apo europian me 6.000 euro në vit, vetëm këto mund ta dinë. Se si mundet të mbijetojë një fermë kur përballet me importe që subvencionohen nga shtetet tjera, se si mundet të zhvillohet bujqësia ku shteti nuk është partner, po është pengesë, këto janë pyetje reale. Këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje, sepse në fund ditës kjo nuk është një çështje ekonomike. Kjo është një çështje drejtësie, kjo është një çështje modeli, kjo është një çështje zgjedhje. A duam një Shqipëri që prodhon, apo një Shqipëri që ndërton me para të pista? A duam një Shqipëri që mbështet fermerin, apo një Shqipëri që e lë vetëm atë? Përgjigja përcakton edhe të ardhmen e vendit. Dhe nëse nuk e ndryshojmë sot drejtimin, nesër do të jetë vonë, sepse kur bie fshati, bie ekonomia. Kur bie ekonomia, bie Shqipëria. E fatkeqësisht kjo ka ndodhur. Faleminderit.